Përshëndetje miq të Kosova Presit, jemi sërish bashk edhe sot me Sportkestin e Botrorit, një emision që ja kemi kushtuar ekskluzivisht kësaj ngjarje të madhe sportive që po zhvillohet në botë. Do të flasim edhe sot për ndeshjet që zhvilluan brëm, por ato që çfarë na pret sonte nga dy ndeshjet e radhës. Sot kam nderin që të bashkëbisedoj bashkë me dy të ftuarit e mi. Në kohën tim të majtë është trajneri i futbollit Musa Selimi. Të faleminderit shumë që erdhën në Sportkest. Faleminderit për ftesën Albert Knasi. Edhe bashkë me neve gjithashtu është edhe kryeredaktori i Kosova Presit, Blerim Xhamali. Blerim, i thash gazet dje po të prezantoj kështu si resurs i brendshëm për shfrytëzoj këto mundësitë për mirë pas për të që faleminderit që jemi neve. Faleminderit shumë për ftesë. Siç po dini, jemi në këtë fazën e nxehtë të botrorit tash trajner, po me dy ndeshje mjaft të rëndësishme, siç është Portugali Spanjë, por edhe Amerikë Belgjik. E para po më intereson këtë kualifikimin e Spanjës, e pa për shkak të cilësive, apo ndoshta Portugalia nuk ishte në natën më të mirë. Ishin disa faza ku pat dominim total Spanja dhe dorën zemër pjesa e parë ishte më dominante, më kërkuese dhe sikur dëshmonte që është ekip më superior, më homogen, me huqjen e Oyarzabal rastit që e pat 100% që mendoj që ishte offside, pastaj ndërtimin e aksioneve nga mbrojtja dhe sikur Spanja po tregon që vërtet është një ekip të hetur për suksese dhe kanë arrit një pjekuri që tashmë po e dëshmojnë ajo tika-taka spanjolle, Barcelonës që po luhet edhe te kombëtarja me shumë lojtar verifikum, një kombëtare që e lën shpirtin fush derisa patën edhe momente të mira edhe nga Portugalia, mirë po jo diçka konkrete siç donim ti shihnim ekipin e Portugalisë dhe mendoj që gjithmonë edhe mundi i madh shpaguhet. Kjo ndodhi në minutat e fundit kur gjithmonë bjen koncentrimi. Patëm një Spanjë vërtet dominuese me shumë raste shënimi dhe kjo është në futboll, por jo çdoherë fiton më i miri. Mendoj që me plot merit Spanja e stutje, derisa neve na vjen keq që Cristiano Ronaldo mbeti pa një trofe që nuk i kon si parte vet, një ndër legjendat dhe futbollistët më të mirë gjitha kohërave, bashkë me shumë tjerë, por që në periudha të ndryshme. Dhe mendoj që ky rezultat Spanjën veç sa e forcon sepse patën edhe ata disa thonin që nuk ka që ndëshërmus tipik, ka disa mungesa të lojtarëve të verifikum siç kanë qenë më herët, mirë po ja që po del që është një vërtet një ekip kompakt e homogene që mbasi mund të shkojë edhe deri në finale. Dorën zemër këto eliminimet minutat e fundit nuk është që kanë qenë trolla në këtë botror, kanë ndodhur shpesh edhe këto rikthime. Ja jep kjo fitore Spanjës edhe më tepër epitetin e një kombëtare që mund të synojë si shtat trajnerë edhe vetë fakti që fiton kundër Portugalisë, një kombëtare që është ndër ka qenë mund të thonë çfarë 80-90% favoritëve, e të pasur Ronaldo domthonë me të i cili ka pasur rastin e fundit me dhanë me fitu dhe këtë trofe, ka qenë një ngarkesë e madhe besoj edhe për Spanjën. Po Spanja domthonë e dëshmoi domthonë se është ekip shumë më serioz dhe më kompakt deri minutat e fundit. Gjë që te Portugalia aq sa unë vet ka pas momente kur nuk ka bashkëpunuar domthonë reportet mes veti në mënyrën më të mirë, që është po dhe reagimet ka erdhur domthonë të heroi tyre Ronaldos domthonë që ka qenë pak kënaqur me momente të caktuara kur ka pasur ai raste kur ka bënë që mund të finalizu, por nuk ka qenë bashkëpunimi më i mirë, ka pasur raste shumë edhe vetjake të Portugalia këta luajnë në ekip kompakt, po edhe profesori është vinë kryesisht vinë për një ekipi shumicë e Barcelonës. Ka një Oyarzabal që është për sulmuesve të nënçmuar, nuk është gjithë kategorinë me këta tjerë, po që ka dëshmuar që është shumë klasë lojtare dhe po kallzon veten. Pra nuk e pa momentin është më të mirë, po domthonë ai ka qenë konstant ai rrezikut, domthonë se ekipet e kanë po që Oyarzabal është kërcënjer, e Moreno e shfrytëzoi ka topin e mrekullueshëm të rresit atij futbollistit që shumica kanë dilema, a është lojtar shumë i mirë, a lojtar shumë i dobët, që është ndoshta lojtari më i padefinuar, po që dimë kanë shumë i paparashikueshëm situata si po me topin që ja pasoi edhe që e lavet edhe asistë të vlen më shumë se edhe e respektuam vlerësohen më shumë futboll. Zgjedhin një situatë patjetër. Ai që po identifikon ndoshta këtë botror është edhe ky shkarkimi i shumë trajnerëve dorëheqja pas eliminimit që po ndodh trajner, por kemi edhe sikur para Ronaldos vetëm pak orë më parë që me hani radhën e Neymarit me përfunduar mënyrën jo më të mirë botrorin
me ato lot siç kishte edhe Ronaldo prom. Sa është po themi e dhimbshme ndoshta që shumë yje nuk do të shohemi në evenimente të tilla të mëdha më, sepse kjo është e fundit për ta, sidomos tek Ronaldo që e kishim prom. Loja futbollit është një proces. Shpesh unë karriera është e shkurtë, është 5 minuta dhe shumë futbollistë shfrytëzojnë maksimum. Derisa e kem Cristiano Ronaldo që në moshën 41 vjeçare ende po shkëlqen, edhe nuk është ylli i shuar, qoftë në kampionatin ku lun, po edhe në kombëtare ka shënuar. Ndoshta dikush thotë kundër Uzbekistanit është pak më lehtë, po në atë moshë mi shënu cilës do kombëtare, se na duhet ta dimë që të gjitha kombëtaret po organizohen dhe të gjithë po dinë me lujt futboll. Po në aspektin tekniko-taktik, në aspektin e vendosjes, në mbrojtje, kundërshtuar me transicioni pozitiv negativ, gjitha këto e përshkojnë një ndeshje futbolli që shumë futbollistë kush e ka mendu kepi gjelbër që mundet me i rezistru një Argentine. Edhe kjo ndodhi. Pra kemi shumë kombëtare të përgatituna dhe këtë rast mendoj që mungesa disa yjeve që kanë qenë super yje, por që kanë fillu gradualisht të shuhen. Për shembull Neymar ka pas edhe lëndime, ka pas probleme serioze me lëndime, po ka pas probleme serioze edhe me personalitet, që nuk ka arrit me dëshmu përkundër talentit edhe teknikës të përsosur që e ka, me dëshmu në fush, ka pas shumë mungesa, ka ndru klube, nuk ka qenë serioz, ndoshta në momente sikur është kënaq dhe ka shumë sportistë që deri në fund karrierës ata shkojnë me nxjerr maksimumin prej vetes. Që kemi shumë raste edhe në futboll, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Luka Modric, shumë yje që vërtet kanë shkëlqyer edhe në këtë kampionat. Derisa te Brazili kemi parë disa probleme serioze që pak egoizëm, pak ndoshta mungesë menaxhimi, sepse shumë yje dhe është problem. Në këtë rast kemi pasur disa lojtarë që nuk janë ftuar fare apo s'kan pas minutazh. Megjithëse kishte trajner, e kanë trajner një emër të madh. Absolutisht që po Ancelotti e ka dëshmuar që ndër trajner më të mirë në botë. Mirë, po ja që kampionatet dinë edhe të ndëshkojnë ekipet e mëdha, kjo ka ndodhur edhe në kampionate botërore edhe më herët. Dhe tash performanca e tyre pra nuk ka qenë nivelet që na kem prit. Dhe sikur ne duhet mësohemi që po shohemi kombëtare që po ndërtohen gradualisht, se thash futbolli është proces, e kemi Norvegjin që po e dëshmon këtë me një Haaland, me një superstar që vërtet është një lojtar shumë i disiplinuar, e që po don me arrit majat e futbollit me disiplinë, me përkushtim, e jo me egoizëm siç ki përmenda disa futbollistë që para kombëtarës dëshirojnë që të eksponohen personalisht, që kjo nuk është gjë e mirë. Për ata po them edhe Spanja me merit shkojnë matutje, derisa po shohmi një Maroko, disa ekipe që e kanë dëshmuar edhe një kampionat më herët, dhe kjo është pra një kontinuitet i organizimit të mirë, planifikimit, në mënyrë që sepse kjo është shumë prestigjioze dhe të përfaqësosh shtetin tënd nuk është gjë e vogël. Është kënaqësia më e madhe për një futbollist që të arrijë në nivelin kombëtar dhe të përfaqësojë shtetin e vet. Blerë me pash, megjithëse po flasim për fundin e Ronaldos me kombëtaren, ai e pash deklaratën, tha nuk marr vendime me kokë të nxehtë. Apo mendon që ishte ndeshja e fundit me kombëtaren prom apo Ronaldo është shumë pak më shumë mendoj, shumë është emocional. Nuk e ka lehtë, domethënë gjithmonë është kjo konkurrenca e tij me Messin që ka bërë botën më kënaq me futboll që kënaqet. Domethënë edhe profesori ka qenë periudha të caktuar ka pas futbollist rival, në ku domethënë po se rivalitet që ku këta dy që kanë ndihmuar në një tjetrit, na kanë ofruar një vetësi, me shiu futbollin maksimum, s'ka pas. Tash fati i tij i këtë rast është se ky është 3 vjet më shumë se Messi. Messi mund të përsa me numëru edhe një kampionatë botror. Po tash me 32 vjet, me 35 vjet, me 45 vjet, me shpresu dhe herë që gjendja shëndetësore ka me kanë maksimum, është e rëndë. Po kjo ka të vështirë me pranu, se është tip luftarak. Që domon është këtë rasti tjetër që përmend profesori me Neymarin. Domon ai ka qenë top futbollist, është idol i shumë njerëzve. Po ai s'ka pas disiplinën që ka Ronaldo. Se ka kërkush që ka Ronaldo. Edhe ky ka shumë zërbe përbi. Edhe pse djen, domun para ndeshjes apo më ka pas një farë deklaratë që shkurt që bën me dije që ky është fundi, po prap thot nuk marr vendime në momente kur jam domon tension, kur ende nuk jam i qetë, kështu se
e ka të vështirë me thonë domon atë që është fundi. Ka pas deklaratë kjo më hershme kur thotë ëndrrojt luj me djalin tim. Domon ideal që po ec hopave ti, tash a ka marrit sukses ti se dihet, po për shkak simbolike së dashurisë nuk është mos të dëshoj që Portugalia jap një rast dhe atij. Botrori Rallës edhe organizohet edhe në Portugali. Janë shumë simbolika kështu që pas se deklarata e parë e përmirësoi vetë, tha më vjen kohë me nuk japi kësi deklarata në fund, edhe besoj që ka më bë maksimumin me shty, po unë dëshoj që ka më kom. Sa është jera të fut domon për çdo vit për shumë si vjet kemi nuk e beson më mënën, domon sa për cilë vetëm si qytetar, si domon si një fan kështu e futbollit, nuk më mend që ka pas konkurrencë kaq të madhe të golashenuese, domon e kemi tash në nivel. Po e kemi edhe në Messi që fatmirësisht po arrin me mojt atë nivelin, me Haaland, me Mbappé, me Kane, domon edhe kush ka domon janë 5 veta që janë ka 7 golla kanë. Ronaldo tarveç e huçi, domon e hupi atë hopin për shkak të moshës, për shkak të ekipit, për shkak të rrethonave që mund me kon fatin i ndeshje me ta hopin e sane, e u dyshoj që ka mund besin atje, po vështirë ka me pranua. Dhe është vështirë të të pranua. Nëse mund të mendory, aftësitë në shkencë mësojmë, aftësitë psikomotorike, Zeniti mund me mbrin moshën 28 vjeçare të meshkujt, 27 të femrat. Mirë po ai, me mirëmbajtje, me treningje, me dietolog, me nutricist, me trener personal, me fitness, ka arrit me nivele shumë nalta në një disiplinë të jashtëzakonshme dhe ka super ego të zhvilluar. Mos flasim për aftësitë motorike, shpejtësi, qëndrueshmëri, të gjitha këto koordinim. Mirë, po në momente të caktuara kemi pa dje që nuk i ka më ato lëvizjet që mundet Ronaldo me kalu 2-3 lojtar ose mundet me arrit një top që përpara ka qenë gjithçka arritshme për te. Ne duhet ta kuptojmë drejt që në moshën kampionatet e ardhshme botëror, unë mendoj që ai duhet të jetë legjendë, një farë mënyre them mos të korritet që insistoj të luajë edhe me djalin e vet, po edhe t'ja zë vendin një Gonzalo Ramos që është një super futbollist, një super qendërsulmues që po e dëshmon tash ka edhini që kanë shkruar edhe Milano me te. Dhe mendoj që duhet të reformohet ekipi, trajneri Martinez veç dha dorëheqje, tash duhet kombëtarja e Portugalisë dhe kombëtarët tjera që shumë trajner tërhiqen, sepse në momentin që ti dështon me një garë kaq prestigjioze, atëherë mbetet tjetër sepse na të gjithë e dimë që figura qendrore për organizimin e një kombëtare dhe një klubi është trajneri. Dhe gjithçka sillet rreth tij, detyrave dhe ata që ai u beson më tepër. Nëse s'ka funksionuar, atëherë përgjegjësia mbetet e tij. Deri në Belgjika do të flasim pak Belgjik-Amerikë, a do të maspoj me përgëzu Belgjikën që guxoj me shumë Amerikën dhe masporit atë. Edhe dyta është do të luaj me Spanjen. A ka forca për i befasi. Belgjika është mirë që guxoj edhe dëshmoj që domon në fushë motën gjana, domon pavarësisht atyre kush është president e këto, domon se do të bëhet shumë një njollë e keqen besoj ngarën më tejme, po që se Amerika qoftë edhe me merit do të kalonte. Apo kjo për shkak të diskutimit. Kjo është për shkak të diskutimit të kartonit, sepse Infantino, domon presidenti i FIFA-s, në ndërkohë konfirmoi se rasti i futbollistit me karton të kuq ka qenë duke shtuar nga komisioni edhe në njëjtën kohë është interesuar Trump. Po domthon se ka pas interferim u dëshmuar nga gjithë ato. Edhe mos kishte qenë domthon. Në fakt më duket që u dëshmuar edhe kur Trump e falenderoi Infantinon edhe publikisht me status. Po dash na dim domthon Trump i qysh, po domthon edhe po të mos kishte kur që domthon popull të nashta e gomja si e bomja, domthon ato ke gjasat, domthon ke hapësira me dyshu. Domthon edhe po çse do fillon Amerika me merit, ai njolla kish me met. Edhe kish pëlqen shumë me dyshu pjesa tjetër e boturit. Belgjika është një kombëtare shumë kompakte, Belgjika që sa kampionate domthon është gjithmonë arrin në nivel më të larta. I ka një skuadër. Pikërisht këtu është roli i trajnerit. E pa ndeshjen me Senegalin, mas 0-2. Arrin me ndryshimet që i boni për aspekti taktik, aspekti psikologjik. Edhe këtë ndeshje, mendoj që roli i trajnerit Rudi Garcia, një trajner me përvojën shumë ekipe, po ndikon direkt te përsaktimi për lojtar, edhe fundi po del me fitore. Unë mendoj që te ndeshja e Shtetit Bashkuar të Amerikës me Belgjikën, krejt kanë pritë që
Belgjika nuk ka me mujt për shkak që janë vendase. Është një përparësi e lehtë publikut, gjitha, mande interferimi i presidentit Trump. Mirë po fatmirësisht sporti nuk e duron politikën dhe kjo u dëshmua dhe ndeshjen e mbrëmshme. Me Spani besoj që ka me kanë lojë shumë. Dy ekipet janë ekipe, do më luajnë më shumë lojë ekipore se sa individuale dhe janë siç janë dyja të mira. A kemi fuqi që Belgjika është ata befase edhe Spanjen trajneri Rugeditës shpëtot edhe Blerimi. Unë prapë mendoj që Spanja ka një përparësi se vërtet është ekip shumë homogjene me lojtarë shumë e përvojë edhe lojtarë talentuar. E kanë një superior si që është Lamine Yamal dhe ai përkundër që po dublohet, e lemo që po markohet mirë prej një lojtari prej 2-3, po arrim prapë shpërthej dhe është pik takimi i sulmit spanjoll që nëse eventualisht situata 1-1, ajo është gjithmonë i rrezikshëm, mund nxjerr ndonjë gjujtje të lirë që është mundësi për gol ose futet në zonë dhe me ato të premet që i themi në futboll me topa të jashtëzakonshëm me një teknikë të përsosur po arrin me realizu, po edhe me asistu shumë. Prandaj unë prapë ja përparësi përkundër që Belgjika ka fituar ndaj Amerikës, mendoj që Spanja është favorit dhe është favorit me shku deri në finale. Gjero, do të flasim pak për temën, ndoshta tonën tash më të preferuar që ton këtë pikë për tonte Argjentinë Egjipt. A mund ta pret fati Ronaldos Messi apo ka më shumë siguri që Argentina vazhdon tutje? Besoj që Argentina vazhdon tutje, të folte domon fryma ndryshe që po funksionon domon te ekipi i Argentinës. Mendoj domon që ata këtë e kanë mirë kuptimin për Messin, që ai Messi edhe kështu nuk është çu për vrapje shumë është ai e ka atëcien interesante për fushë, edhe një top edhe e kryen, po këta e kanë ekipi është domon maksimumi mobilizuar sikur me çik i raport që po provojnë me marrë tupin e ardhmë, domon titullin e jo që është e dyta. Është e njëjta frymë sikur e kalune. Edhe Messi domon me kohë është të vazhdu domon të dëshmu veten se është një lider i ekipit. Diçka që para 10 vjet është kontestuar nga vetë Maradona, kur edhe vetë i Huçidur ky pjesëmarrës kombëtare se ke shumë dëshpëruar, po edhe ishin fjalë të mëdha domon të Maradonës se njerëzit më që dhanë se ky tipi nuk e ka një personalitet lideri. Ky është i shkëlqyer shumë fush, po s'mund më hiç. E tash domon ai u kthy fuqishëm. Domon mendesh deri tani është po domon që ekipi është kompakt, ky është vendimtar si gjithmonë. Egjipti është një ekip luftarak, ka Salah, ka lojtarë që luajnë domon në ligat më të mira të Evropës, edhe po prapë mendoj domon që Argentina me çet frymën që ka, pa eufori e pa kurrë besoj që është. A bie trajner presioni i madh mbi Messin tash për ta tregu veten, sidomos pas që tash Ronaldo po themi në shoj rrugë në këtë drejtim, qoftë për gola shënuesin, qoftë për ta marrë atë epitetin e kush është më i mirë edhe më tutje. Nuk diskutohet që Messi është ndër lojtarët më të mirë në histori të futbollit dhe po e dëshmon me statistika, me gola, me trigun që është në ndeshjen e parë, derisa shumë kanë ndyshuar që liga në Amerikë ka ngel në ato nivele që mendojmë që Leo mirë, po ai vërtet është ndër lojtarët më talentuar që ndonjëherë kem pa në futboll. Tash është Lamine Yamal dhe disa tjerë, derisa Ronaldo gjithë kemi thonë ka pas një talent, po e ka arritur shumë me punë. Leo Messi ka qenë talent, po që ka ditë me mirë mbajt atë talent dhe gjithmonë e ka përsos me stërvitje të vazhdueshme një futbollist që është kënaqësi pa në fushë, dhe ai sigurisht edhe kampionatin e fundit e ka udhëheqë ekipin drejt triumfit. Do të tentoj prapë ta bëj këtë dhe unë shoh të vështirë ndeshjen ndaj Egjiptit, po jo të paarritshme dhe prapë mendoj që Argentina do të shkojë me tutje. Mirë po them tash po ngushtohet rrethi se cila kombëtare më e mirë se tjetra dhe është vështirë për ata, shpesh themun nuk është futbolli teatër me shku me pa një premierë dhe pastaj e din çka ndodh fund futboll kurse din. Po shohim çfarë befasi po ndodhin dhe sigurisht ata që kanë pak më tepër fat, ata që janë më të përgatitur në shumë aspekte, në aspektin psikologjik, ku është presioni i lartë, ku është ekipi e pamë edhe një ndeshje po kthehen pak te Paraguay me Francën. Gjithë kemi menduar që Franca dikush thonte 7-0, 6-0, mirë po ja që nuk ndodhi. Sepse ata zgjodhen një metodë luftarake, tetë agresive, brutale, tashpër, ndoshta jo sportive, me provokime që nuk i përket një kombëtare që të bëj as i veprime,
Mirë po jashtë që dikush e zgjedh mënyrën se thot ato veprimet harrohen, rezultati mbet. Qëllimin e Ata kanë luftu për rezultat. Dhe këtu pra mund ndodh befasi. Mund ta kesh një ekip që e ka natën që mund të shënoj 3-4 gola, mirë po vjen me një kombëtare pak më të fortë në aspektin tekniko-taktik, edhe të pozicionimit dhe has në vështirësi. Dhe kjo mendoj që mund t'i ndodhë edhe Argentinës, edhe kombëtarëve tjera, por që e shoh për parësitë e Argentinës. Nëse ta bëj pyetjen direkte edhe nëse ki përgjigje shkurt, a ke mendim qartë për Mesin e Ronaldo kush është më i mirë apo do të vazhdoj këtë debate, ai më i mirë këtë pjesë, ai më i mirë këtë pjesë? Shefni, unë e thash edhe para emisionit, ndoshta e din edhe ti Albert edhe kryeredaktor, unë jam fan si Real Madridit, por që e adhuroj lojën e Leo Messi, derisa Ronaldo e kam një prej lojtarëve më të mirë të preferuar. Për disa karakteristika nuk diskutohet që Cristiano Ronaldo me jetë gjatësinë e vetë në futboll e ka dëshmuar që ndër më të mirë. Po mendoj që ky debat ka me vazhdu, Leo Messi statistikisht është lojtari më i mirë, pra para Pelés, para Maradonës, para të gjithëve. Dhe mendoj që janë cilësor të dy dhe është mëkat i madh që po përfundon epoka atyre, por sigurisht do dalin edhe lojtarë të ri, tash po shohmi shpërthimin e Erik Haaland, Lamine Yamal, disa futbollistëve të ri që mund t'i shohim se po do t'i shohim që vërtet janë knasimi po dhe po e shohim Haaland për shembull Norvegjin që po e ngrit nivele të tjera, e po eliminon një kombëtar si është Brazili dhe një sportist i madh. E kom dëgjuar me vëmendje deklaratën e tij sa i kujdesshëm ndaj ekipit Brazilit, thonte ata kanë merituar me shku në finale, mirë po jashtë futbolli ndodh që ndodhin edhe befasit, pra shumë modest. Mirë po një futbollist i jetshëm për suksese dhe mendoj që koha aty në po vjen edhe disa talentëve të ri dhe është vërtet mëkat që nuk do ta shohim Ronaldo në ato nivele çfarë jemi mësuar me po dhe Leo Messi po shpresojmë edhe disa vite të jetë në këtë nivel. Një pyetje tjetër për ty, përveç Messit më sa sonte zbret fusha e Granit Xhaka. Kemi Zvicër, Kolumbi, tek të dyja se sheh ballavaqimin mes tyre, një Kolumbi latinoamerikane me një futboll po ashtu të luftuar shumë, ndërkohë një Zvicër super stabile deri këtu. Do ta kemi këtu një ndeshje të fortë. Shumë do ishte fortë, që janë dy ekipet që bojnë lojë pa kompromis, nuk dorëzohen, kanë ndonë periudhat e veta që e kanë dëshmuar që luajnë në momentin e fundit e keni Granit Xhaka që po dëshmohet liga më të fortë ja. Po është rolin e tij blerëm te Zvicra. Është vendimtar, është prania e tij në fushë. Ashtu shumë për njerëzve më të mirë futbollit në botë është të vlerësuar si figura mes fushën në më të mirë në histori, po edhe më me ndikim domosdoshmë në skuadër, domosdoshmë ka dëshmuar çfarë ekipi ka shku ku po e bën Sunderlandin. Me prania e tij është domethënë se për Zvicrën është dëshmuar tash po që sa kompeticione sa gol domosdoshmë sa evropiane sa botrose e ka edhe ky i ka bërë do vjet po është më të mirë. Kolumbia është futbolli latinoamerikan ka çfarë fal gjallërinë veç atë kreativitet ato i kanë do vashprehi domosdoshmë që nuk mësohen trajning, janë të lindur në futbolli latinoamerikan është për te asoj shkollës, për te vizatimi ata i kanë do momente që janë pa parashikueshëm. Tash kur kanë rikët nivel domosdoshmë pritet një luftë forte është për bestyne, po janë dyshim i bitë domosdoshmë te pjekuria e Xhakës si lider, edhe ekipit rreth tij, besoj që me pak fate, me pak vendosmëri, edhe kujdes për në bëna i gabim, besoj që unë me shku. Rolin dhe rëndësinë e Granit Xhakës te Zvicra, ardha deri këtu, po edhe në kalumen, edhe për Argentinën, nëse po e synon titullin e dytë, do të ishte rival më i lehtë Kolumbia apo Zvicra? Për Argentinën. Po, sepse fituesi i kësaj do të luajë pastaj nëse shkon në Argentinë. Po më i lehtë tash nuk do të thoja sepse në momentin që njëra prej ekipeve fiton atëherë është më i vështirë sepse tregon cilësi, edhe në këtë rast mendoj që cilësia është në anën e Zvicrës. E kanë dëshmuar këto ndeshje që kanë sulmuar shumë cilësor, Mazambe, Embolo, Granit Xhaka nuk diskutohet pjekuria e tij dhe gjithë po e shohim që është edhe trajner në lojë me ato asistet, me organizimin e ndeshjes brenda për brenda, po e ndihmon Zvicrën me qenë një ekip vërtet shumë homogjen, shumë kompakt, duke ditë çdo situatë lojëse çka dëshirojnë, duke analizuar kundërshtarin dhe sigurisht sot nuk bin ekipet në fushë vetë sa për me kry ndeshjen, por bën analizat thella nga videoanalistët në mbrojtje, në mesfush, në raste në sulmues, gjitha reporteve dhe secili
analist e ka pjesën e vet. Prandaj ato për performancën e kundërshtarëve i ekspozohen trajnerit e pastaj ai vendos se çfarë sistemi dhe çfarë lojtar me fut në fushë. Kështu që unë shoh një entuziazëm të Zvicra. Isha këtë weekend në Qyri, kisha një vizitë private timen dhe poshtë të Zvicran një entuziazëm pashoq dhe një dëshirë të madhe me studje dhe sigurisht respekt maksimal për gjithë shqiptarët e Zvicrës që kanë dhënë mirë, po Granit Xhaka mbetet kapiten, lider, një përfaqësues i Komitetit Shqiptar atje që me ëndje përmendin dhe kanë besimin e plotë që Zvicra do të jetë studje. Unë me parashikuar të ndeshje Argentinë-Egjipt. Po, mendoj që do të përfundoj 3-1 për Argentinën, ndërsa Zvicra orientimisht ne nuk mase mirë do të fitoj 2-1 kundër Kolumbisë. Për ty, Blerin? Argentinë-Egjipt? 2-1. Edhe 2-1. Zvicër, Kolumbi, prap 2-1. Te Argentina do është mendoj që kanë me kosh më të dëmi prapë që të Argentina të edhe bëra shënus me. Loja me Kepin tash këtë do që kjo shumë domon është lojë që domon ja u ka rikujtuar aty ka thënë se kjo garë është, po edhe ekipi më i vogël është shumë e rëndësishme për ta domos një artist i fort kthjellues për ta qenë me ditë tash ta hapa të mëtej mos shkon euforik se unë ekip i vogël sigur ai e tash këto që kanë me Egjipti po nuk është ekip i vogël. Ose jam gabim nëse po të shoh që edhe po i shoh që jetë i ditë edhe gola shënus të Argentinës për 2-1. 2 atë ka Messi. 2 Messi. Trena keni skuadrë favorite, kush mendon që e fiton? Kush i shkon në fund? Unë nëse më pyet kënë simpatizoj si vjet, sigurisht li e ka me që se kemi Kosovën dhe Shqipërinë. Kësaj radhë jam tipizoj për Anglinë, për shkak të historisë, për shkak zhvillime e futbollit atje, për shkak dashurisë që e kanë për lojën e futbollit fansat e Anglisë, edhe kohët e fundit vërtet janë fans edhe i Harry Kane. Mirë po në kushte normale neve na kemi një lidhje shpirtërore emocionale me Zvicrën dhe do doja që edhe Zvicra të shkojë sa më larg, por që dëshira ime do të ishte kësaj radhe për shkak popullit anglez që Anglia ta merr vendin e parë. Blerim për dish ndoshta s'kam me ty. Jo, po e shpjegoj pse domos është rast në meg unë për shembull rastin ndeshën e djeshme, unë jam tifoz i Barcelonës. Këtë kombëtare e Spanjës gati se ka qenë Barcelonë. Po e kam qenë me Portugalin. Apo? Domthon po mendojna kombëtarisht, në kuptimin domthon politikisht. Po të rasti përderisa është Messi nga nuk e di domthon është ashtu simpatia sa ideal domthon me përfundu karrierën në mënyrë më të mirë të mundshme, edhe për hir të timit edhe me Volos. Kom qef domthon. Kush është më i miri në botë? Me Volos, kush është më i miri në botë? Si vjet vërtet e Volos. Domthon absolutisht. Unë mendoj që e ka Volos edhe në botrorin e kaluam. Po në mendimin emër domthon edhe çaj ka qenë pa arrit dhe ti edhe ka arrit. Domthon mendoj që ka Volos asaj po kërë se e bën edhe këto kjo konvencion diçka që ma ka me shumë vështirë dikush me posti si ecje gjatë, konstante, suksesshme në futboll, sikur kë. Gjithmonë të pos parasysh, a do ta ketë fatin me pas një rival me të cilin ka me bë garën e ka gjatë. Do më jetë gjatësitë me Ronaldo që ka pas. Po shumë domund tash e kemi Haalandin, është maje, po në ekip nuk është se ka qenë shumë i mirë domund. E domund futbollistat dikush po shkëlqen në kombëtare, dikush në ekip. E këta dy kemi pas konstant. Domthon në çfarë do ligë po shkojnë, e kanë dëshmuar Ronaldo mos sa liga e kanë ndërru, e kanë dëshmuar se konstant. Te Messi ka qenë dyshimi tash po thon, po shkon Amerika jashtë ligës lë. E mund ekip pa as trofe e Ronaldo po dëshmon në botror se është niveli i lartë. Domthon këta dy e kanë bën një unitet të mirë. Domthon është dhe pos që si fati kur do të arrijë sukses me pos dikon me të cilin matet shtyhet bongar të pastër edhe normal që tani ka me kanë matet. Unë nuk tosha shumë mohabet me juve, faleminderit shumë që erdhët. Faleminderit Albert, ishte kënaqësi gjithmonë po presim edhe këto ndeshjet e fundit edhe po afrohet data 19. Do të shohim një finale të madhe ku krejt bota i kanë sytë te futbolli se vërtet është futbolli është sport magjik, është edhe industria më e madhe në botë, por që loja e futbollit gjithmonë na ka bërë për vete nga fëmijët deri te më shumë që ende e përcjell. Faleminderit shumë.
Faleminderit për kohën, faleminderit edhe ty Blerën. Faleminderit në sportkestin botërorit. Ishte nderuar, duke lirën që ta shijoni edhe me tutje spektaklin e botërorit, ne për rezultatet e ndeshjes së sotme që do të qellohen sonte, por edhe detaje tjera e analiza tjera do të bëjmë bashkë në nesër në po të njëjtën kohë në sportkestin e botërorit. Shumë faleminderit për vëmendje dhe shihemi nesër.